Dhe me jetën, po e di më shumë prej numrave, po e di shumë për leximit, unë kam ardhur sot mu përgatit për debat, kam lexu dhonat e entit statistikave, kam lexu dhonat e humbjeve në energji, kam lexu për indeksin e rritjes së çmimeve, jam përgatit bukur shumë për aspektet që ndërlidhen me dy temat e para që janë siguria dhe pastaj edhe dialogu mirë po. Ajo që më brengos mas shumëti është qysh në harpuna me konë këtë ditë në këtë sahat. Ja, atë do të flasim pak më vonë, ma atë kur ta ballafaqojmë atë. Si presni del Aleanca për Armërinë e Kosovës në këto zgjedhje? Thash edhe një herë ju jeni renditur i dyti pas Ramush Haradinajt, ish kryeministrit dhe kryetarit të Aleancës për Armërinë e Kosovës në listë. Si presni del kështu në bazë reale? Që Aleanca mot i kish fitu zgjedhjet. Mirë po, ajo që duhet ju thëmë qytetarëve të Kosovës është që ne kur ke marrë qeverin, kur na ka jap besimin Ibrahim Rugova, është dashur me punu 100 ditë, për 100 ditë e kem drejtu venin. Pastaj kem nejt 10 vjet në opozit. 9 vjet, domethënë ju e dini vetë ke qenë gazetari din 2010-ën kem pas ofertë për koalicion, 2014-ën. Unë e kem besu që ne duhet me sjell atë ndryshimin. Ajo që ka ndodhur është që e fatkeqësisht për Aleancën në një periudhë shkurt kohore, ne kem qeverisur me sa di unë me 9 shtator, 8 apo 9 shtator është votu qeveria Haradinaj, ndërsa në korrek ai ka dhënë dorëheqje, domethënë kem punu për ma pak se 20 vjet kem udhëheq qeveri, për ma pak se 20 muaj kem udhëheq qeveri, ndërsa i madh dhe i vogël thotë që këta që 20 vjet që kanë unë. Jo, unë jam opozit ma shumë se vetë vendosja, edhe nuk e toleroj askënd me më tregu mu për opozit, unë ju tregoj... Do jeni opozitë dhe pas 28 ditur? Atë ne vendos me të 28 ndillën, ne më në zotit, do të na tregon... Si është disponimi në taborin Aleancës? Kur nuk ka qenë maj mirë, kur nuk ka qenë ma motivus, kur nuk ka pas ma energji pozitive, kur nuk ka pas ma shumë unifikim, arsyeja është shumë e thjeshtë. Ne do të fitojmë. Kosovës i vynë, Aleanca i vynë kryeministri Haradinaj. Për shkak se në këto rrethona që jemi bukur problematike, duhet dikush që merr vendime, po të njëjtën kohë interesin e vet politik nuk e ka mbi interesin e vet shtetëror. Kush presin të jetë kryeministër? Unë pres edhe punoj kryeministër me qenë Ramush Haradinaj. A është realiste kjo? Është gjithmonë realiste. Është gjithmonë realiste, nuk e di këtë përcakton vota, ne bëjmë punën tonë, edhe ne duhet me po punën tonë, mirë po unë e shoh